Dhoma e avokatis Dibër fajson disa institucione për vrasjen e rënd të ndodhur në gjykatën e apelit në Tiranë. Kreu i kësaj dhome, Ismail Luka, se ngjarja është përgjegjësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ministrisë së Brendshme dhe Politikës, u kashtoi se mungesa e sigurisë në institucionet e drejtësisë është kërcënim jo vetëm për njerëzit e sistemit gjyqësor, por dhe për vetë demokracinë. Ka ndodhur një ngjarje e rëndë e paprecedent në historinë e sistemit gjyqësor, në fakt, ku brenda ambienteve të gjykatës rezulton se është vrarë gjyqtare i gjykatës apelit zoti Astrid Kalaja. Natyrisht kjo ngjarje duhet analizuar dhe parë në një këndvështrim më të gjerë dhe duhet të shikohet në veçanërisht nga institucionet e drejtësisë e konkretisht nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili është organi përgjegjës në këndvështrimin tim si avokat për sa i përket ardhes kësaj pasoje të rëndë. Rezulton se nga viti 2016 deri më sot kanë kaluar rreth 9 vite dhe kjo ngjarje është pikërisht rrjedhoj e dështimit të reformës drejtësisë. Kjo ngjarje është njëkohësisht përveç dështimit të kësaj reforme në drejtësi është edhe për shkak të mënyrës së sjelljes së institucioneve të tjera në raport me organet e drejtësisë e veçanërisht është një tregues i qartë se si nëpërmjet denigrimit, intimidimit dhe figurës së gjyqtarit, prokurorit apo avokatit nga pushteti ekzekutiv, veçanërisht nga kryeministri Rama, i cili në mënyrë të theksuar nëpërmjet deklaratave të tij publike ka nxitur dhe inkurajuar që të ndodhi krim i tërë në gjykatë.